A e keni pa prindonin të jamoj dorën Erdoganit? Qëllë që të foto. Për shembull, nëse që kjo është zonja e por, kjo është zotëriu i por, edhe që ton foto me plot zonjat pora. Nëse se prindoni është me në veti, kështu që leje folin për interesant. Turqia, baba Erdogan, a do të me pas marrëdhënie të mira? A na dën, a do të me dosh, se niva që kesh kosovar që pe adhurojshin. Mas pari, Erdogani nuk është qaq i dashur as prej popullit vet. Sipas kësaj statistike nga statista.com, mbështetja për to është negative. 33% e mbështesin, 57% jo. Recep Tayyip Erdogan është mbështet prej vitit 2000. E ju mundi mojt edhe në men prej lajmeve, në vitin 2016 është tentuar një grup shtet kundër tij. Masi që ka dështuar, Erdogani ka përdorur si arsye me shtri kontroll hala më shumë, ku janë arrestuar, nxjerr prej punës edhe janë zhduk mbi 100.000 njerëz. Ta kanë qenë mësues, gjykat e shërbys civil që janë akuzuar se kanë lidhje me Gülenistat, që i ka akuzuar Erdogan për puçin. Me këtë dështim puçit ka nisë edhe konsolidimi i fuqisë gatise absolute të Erdoganit mbi sistemin gjyqësor, ushtrinë, sistemin e edukimit edhe mediat. Kur vetëvendosja e përmend që 20 vjet e fundit sigurt i kanë pas antenat ka Turqia. Erdogani është në pushtet që 24 vjet. As po i vjen që kjo që njerëzit e dojnë? Jo, edhe qysh po duket po tutet prej kundërshtarëve. Me 19 mars është arrestuar Ekrem Imamoglu, kryetari i Stambollit, me akuza për korrupsion. Ekremi, Baci Ekrem, është figurë shumë e rëndësishme e opozitës edhe kandidat i mundshëm për president 2028. E kjo po shihet si arrestim politik. Nëse hala po mendoni po na ka vjedh për një pak para arrestimit ja kanë anuluar diplomën e fakultetit pa cilën nuk mundet me kandidu për president. E nëse edhe çka nuk ju duket qytet, me atëherë jak shamllar seni se vjoro me Erdogan baba. Recep Tayyip Erdogan, Vladimir Putin, Viktor Orban, Kim Jong-un janë disa emra të njerëzve që janë pushtet me dekada. Cilëve nuk shapos shaf me ju besu. Ama, në anën tjetër, Turqia është e gjashta për investitorëve në Kosovë me 785 milion dollar investime në vitin 2023. Për fund 2024 plani ka qenë me arritjen 1 miliard, se dia kanë rrinë se hala nuk kanë kallzu. Ka këto gati 1 miliard, dy sene të rëndësishme i menaxhojnë turqit. Aeroportin e Demjashore, kompania Limak, edhe Limak bashkë me Çalek e menaxhojnë Kecin. Përveç këtyre, Bektelenka i ka marrë krejt autostradën në Kosovë, gjithashtu 429 milion euro kanë investuar në total kompani turke në Kosovë, sipas ministrit të tregtisë Omer Bolat. Turqia në përgjithësi mundohet me përmirësue imazhin e vend Ballkan edhe me pas kapak ndike. Follow për më shumë.